Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pas shumë kërkesave për ndihmë, Stenaldo bëhet me shtëpi. Nisma për të siguruar një shtëpi Stenaldo Mohillit po merr për masa të jashtëzakonshme, duke u shndërruar në një lëvizje të gjerë solidariteti. Pas dhurimit prej 10.000 eurosh dhe thirrjes publike për mbështetje nga biznesmeni dhe themeluesi i fondacionit Golden Eagle, Shaqir Palushi, tashmë është hapur edhe një fushat zyrtare në platformën GoFundMe. Ky hap i ri u ofron mundësinë të gjithë atyre që duan të kontribuojnë për të bërë realitet të ëndrrën e Stenaldos për një stret të sigurt. Vetë Stenaldo ka ndarë këtë iniciativë në profilin e tij në Instagram, duke shprehur mirënjohjen e tij të thellë për mbështetjen fillestare. Dua të shpreh falenderimet më të sinqerta për Shaqir Palushin dhe fondacionin Golden Eagle që ndërmorën një iniciativë kaq të fortë mbështetje. Mesazhi i Stenaldos shkon edhe më tej. Në fund bindem që të pranosh vështirësitë, por edhe të kërkosh ndihmë të bën thjesht të vërtet. Ju jam mirënjohës, falenderues pa mas për çdo kontribut. Me hapjen e GoFundMe, thirrja e Palushit është ndëruar në një mundësi për të gjithë ata që duan të bëjnë një ndryshim konkret në jetën e Stenaldos. Çdo kush mund të vizitojë linkun e fushatës dhe të bëhet pjesë e këtij rrugtimi human, duke ndihmuar që një ëndër jetësore të bëhet realitet. Solidariteti dhe mbështetja e komunitetit po tregojnë se së bashku mund të arrihen gjëra të mëdha.